Ke bashkëpunuar para shumë vitesh me Turian Hyskën, mbaj mend. Ja pe filmin Kazerma? Akoma se kam parë. Se ke parë? Unë kam tregoj një histori, unë kam jetuar në Londër kur doli Titaniku i famshëm dhe ti shkoj rrugët e Londrës dhe kinemat ishin me lote me qure. Njerëz që e shikonin nga 3-4 herë vetëm qaj, ishte aq masive sa nuk doja të bëhesha pjesë e turmës së së tërës. Thash, ka qenë viti 97-98 mos gaboj. Po, atëherë ka qenë kur ka dalë Titaniku. Dhe kënga e famshme Celine Dion që ishte kudo ku shkelja. Dhe thash, po shikoj në një kohë që e kanë haruar njerëz dhe qetësi. Edhe e kam parë në 2003-shin, okej, më ka prekur natyrisht, film i bukur, po që e shikon me qetësi se sa në vorbullën e zhurmës dhe të turmës. Turi se kam parë akoma filmin, unë s'kam parë filmin ku isha unë të Ermal Mamashi. Po mirë, nuk shikon vetën, mund ta kesh pak Jo, unë jam selektiv në filmat. Ndoshta gjatë vitit mund të shikoj një film në muaj në kinema. E di pse të pyeta për Turin, se ishte një film që bazohej tek show real. Po, kam lexuar kritika, kam parë edhe panj, po të thënë. Edhe doja komentin tënd, sepse lexova diku që Turi luante rolin e Ledion Liçës. Ishte një Ledion Liço në atë film. Kam dëgjuar që thoshin mendoj ka kopjuar, s'kopjuar, por përgjithësi mendimi kritik ishte produktiv. Ishte një njerëz që ja thash, guxove në kinematografi dhe kjo është gjë e mirë.